Në këtë edicion do të ndiqni 27 vjet nga masakra e Dubravës. Rruga Martin Beka në fshatin Madanej në gjendje as pak të mirë. Fillon transferimi i parave nga subvencionet të shëndetësisë në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 27 vjet më parë në burgun e Dubravës ka filluar të kryhet njëra nga masakrat më të mëdha në Kosovë kundër shqiptarëve nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Masakra në burgun e Dubravës është kryer prej 19 deri më 24 maj të vitit 1999 dhe sot brenda burgut të Dubravës gjendet një pllak përkujtimore me emrat e të gjithë atyre që janë vrarë në këtë masakër. Sot bëhen 27 vjet nga njëra prej masakrave më të rënda që regjimi serb ka kryer ndaj shqiptarëve në Kosovë. Me 19 maj 1999 në burgun e Dubravës kishte nisur tmerri që do të zgjaste deri me 24 maj. Afrim Caka, i mbjetuar i masakrës së Dubravës në një nga emisionet e mediumit ton kishte deklaruar se në atë kohë gardianët bënin garë se kush do të vriste më shumë. Ishte një kasapon e vërtet. Gardianët me snajper ka bënin gara. Do thot nuk kishte minut, sekund që su vrit ke nga një. Edhe ndërkohë për vjeni në laborator dhe për vjeni bërgosën politik, sot as i ditë sa rritat jam së emrin. Tha Gjakov, tha për vjeni mërë tha si vjeni shumë, edhe të shkojmë të ati bartim ati të vrarët atje. Unë i thash valla ishim shumë për mbetën pak. So vrën 12 veta dhe plagosën 27. Do thot, e tjertë kishim plak kleta, tjertë kishim shumë që ishim plagosë kanë dyrë prej gardianëve dhe prej këtujt. Edhe tha, në mushit marrë dhe kur në mirë. Tha, dhe këj që i bërgosër, tha përshkoj luti edhe tjertë. A i tha shumë mirë. Unë s'kisha forës mi thonë dikuj se ka mujtë aty të vëjtë pasit aty të dali shfajtor. Edhe nipi, arsimi dhe blerimi, thanë, maki, vërtet, thanë që na do të shkojmë ti daj rejtu. Caka, duke kujtuar këtë masakër, thot se aso kohë kemi qenë mbi 900 shqiptar dhe shumë shpejt u krijuan pellgje gjaku. Në burgun e Dubravës kemi qenë 980 shqiptar, plus 21 serbë malezes. Ata serbë malezes ka qenë për krim ordinere. Nga burgu e Dubravës kemi dalë 720 vet. Nga burgu e Dubravës. Në Dubravë kanë bërë bi 260, 250 vet. Edhe u plagosën shumë vet dhe u vranë shumë vet. Edhe u kryun 5 vet të mdha gjaku. E pastaj fillum tjertë në të varponit të shpetojmë. Se cili ku do të varponit në për ato që edhe në ato momente unë e pata rastin me Maki Begollin, Arsim Kullashin edhe Blem Kasnishin, ta ishin nga peja dhe ishin luftar të qykës. Edhe ishin dënu mbi ka 10 vjet Sicili. Edhe shku mu fote me në Kruzhin. Edhe unë isha plagos letën kom, krasim e tjerë, në gjurin e majtë. Por më kështë hi një copë e gjeljerë të holë, ato kur fut aty në zera me dore, e pastorva një farë jodi ma dhanë do shok aty dhe e lidha pak komen e kisha pak dhimje, po në krasim e tjerë e imja shumë e letë. Edhe u mbledhëm aty të organizohemi qka matutje, edhe pastaj aty thanë, është mirë që të largohemi nga burgu. Edhe u futëm në një farë salë aty, morëm një litar tash, se mi qitë litarin e shkon pak si... Doni të bënit përpjekje për të ikur? Të ratis, po. Edhe ndërkohë, erë një lajmë aty, ndigjumë që bërgosi për dalin e barë. Ishte ora pas ditës 3, ora pasë më qështë. Edhe dulem edhe një. Edhe aty të bo biset, se unë kisha nipin aty, tha, daj, shka ta mërmendja. Tha Shqilit vendosë për veti, këtu se afshtirë mi thonë dikuj, pasi të vitet do të mjetë shfajtorti. Brenda mureve të atij burgu sot gjendet një pllak përkujtimore me emrat e viktimave që dëshmon për këtë masakër brutale. E dhimbshme dhe ende pa drejtësi, masakra Dubravës mbetet një nga plagët më të mëdha të popullit shqiptar. Kujtojmë se në këtë masakër brenda burgut janë vrarë 160 të burgosur shqiptar dhe janë plagosur më shumë se 300 të tjerë.
Në një pjesë të rrugës Martin Beka në fshatin Madanaj, përkundër sanimeve të fundit, situata është rikthyer në zero. Rruga kishte filluar të shembet gjatë përmbytjeve të janarit, por edhe pse u intervenua në këtë segment rrugor, rruga së fundmi është shndruar në rrezik serioz për qarkullimin e automjeteve. Në fshatin Madanaj të komunës së Gjakovës në rrugën Martin Beka, një banor i zonës ka ngritur shqetësimin për gjendjen e rënduar të kësaj rruge, problematik për të cilën Mediumi kishte raportuar edhe më herët. Reshit e mëdha të muajit janar kanë përkeçuar edhe më shumë situatën, duke bërë që një pjesë e rrugës të shembet dhe të paraqes rrezik për lëvizje. Kol Krasniqi, i cili çdo ditë lëviz përgjatë kësaj rruge, ka treguar më shumë detaje lidhur me gjendjen aktuale dhe vështirësitë me të cilat përballet. Shqetësimi jam është edhe herën e parë kom tregu këtë rast, fill të mos shemës Stramocit të që rrugën, jenë dhe kanë fotografue, edhe kush o konë nuk i një, stashme i pa nuk i një, kush e në konë për vrap. Edhe i kom bon apel kryetarit komunës, ja kom shuë ankesën, në fill, në qatë fillim qatë të në vërshimeve, dërim këtë dakik, nuk o lajmëru kush, me thonë si, qa u bon, bilan konë, për gjynës hala, është konë e pa shemne. Edhe, unë kur të kisha mundësi, kisha mund zhvet, si kisha pritu në ato. Unë nuk e di vla çfarë kryetari mundet me konë që ky kryetar, në çdo komunë si ekziston në Kosovë, ajo është babe non për fshatra. Mes tjerash, Krasniqi foli edhe për rrezikun që sjell kjo rrugë. Që kjo mu më sjell të lashe tash ku çamet edhe pak unë nuk muj me kalu këna vllazit nuk më lënë me rana para barr. Çit probleme komune. Për çdo ditë ka bova ki ka 2 ditë kom shu grun në spital. Ka kom tash edhe pak kur tash më rashin. Kjo hazër është. Ishin edhe vet. I njëjti kërkon nga institucionet kompetente që sa më parë të ndërhyjnë dhe të gjejnë një zgjidhje për këtë problematik, në mënyrë që të parandalohet ndonjë aksident i mundshëm dhe të sigurohet qarkullimi i lirë dhe i sigurt. Kosova është renditur e dyta si vendi më i varfër në Evropë pas Moldavis, referuar të dhënave të paraqitura nga platforma World Atlas, ndërsa nga qeveria në detyrë thonë se Kosova ka përparim në raport me shtete tjera. Këtë raport po e vlerëson si shumë shqetësues ekonomisti Jakub Bellaqa. Platforma World Atlas ka publikuar listën e 10 vendeve më të varfra në Evropë, bazuar në të dhënat e International Monetary Fund për vitin 2025. Sipas këtij raporti, Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Evropë, menjëherë pas Moldavis, ndërsa Ukraina është renditur e treta, si pasojë e rënjes ekonomike pas luftës me Rusin. Në këtë listë, Shqipëria renditet në vendin e 5. Njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaqa, në një lidhje virtuale për Mediumin ton, e ka vlerësuar këtë raport si mjaft shqetësues për gjendjen ekonomike në vend. Faktor kryesor që ndikon nivelin e varfërisë ka qenë faktori energjetik, domethënë jo stabiliteti energjetik, rritja e çmimit të energjisë elektrike që ka vështirësuar zinxhirin furnizës, gjitha produktet jo elastike të cilat kanë ndikuar, gjithashtu edhe ambienti politik thjesht zgjedhje pas zgjedhje duke shkuar që ka përkecuar e që ka investitorët e jashtëm që nuk ka bo vendin jashtë ambientit e ka përkecuar ambientit bërit biznesën që i paksuar investimet e jashtëm, dhe me thënë që në aspektin ekonomik, gjithashtu edhe derivatet në kohët e fundit të lindje e lufte apo konfliktin lindjen e mesme mes Iranit të SBA dhe Izraeli kanë ndikuar, të cilët sipas ngushticës së Hormuzit 20% tregu botëror, dhe me thënë që e furnizojnë me import dhe eksport. Bellaqa tha se renditja e Kosovës në mesin e vendeve më të varfra në Evropë tregon mungesën e zhvillimit ekonomik dhe nivelin e ulët të investimeve, duke shtuar se institucionet duhet të ndërmarrin masa konkrete për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Vetë fakti që në vitin e kaluar mbi 7 miliardë euro janë importuar dhe 923 milionë euro janë eksportuar, është një disbalans shumë i madh.
edhe thjesht 80% çdo gjë importohet. Kjo nuk siguron një mirëqenie ekonomike dhe nuk krijon stabilitet dhe trend ekonomik zhvillimor sigurt dhe as afat mes me afat gjatë, do duhet të përmirësohen domethënë politikat makroekonomike si politikat monetare, politikat fiskale, politikat tatimore dhe politikat doganore, të vëshë do duhet ulet pragi nga 18%, sidomos për produkte elementare bazike, kam qenë dhëtar diku 5% do duhet ulet pragu i normës, gjithashtu do duhet edhe akciza të largohet ose zvogëlohet norma akcizës, sepse akciza aplikohet zakonisht për mandat e luksit. Kjo është aplikuar vetëm prej pas luftës ende nuk është heke. Sipas publikimit të World Atlas, lista e vitit 2025 reflekton ndryshime të mëdha ekonomike në Evropë, sidomos pas ndikimit të luftës në Ukrainë dhe sfidave ekonomike me të cilat po përballen vendet e Ballkanit. Pas respektimit të afateve kohore për ankesat të mundshme nga ana e atyre personave që kanë mbetur jashtë listës së përfituesve të subvencioneve për sëmundje kronike, nga Drejtoria e Shëndetësisë bojnë të ditur se tani janë në fazën e ekzekutimit të mjeteve për përfituesit e sivjetshëm. Personave që kanë përfituar nga subvencionet e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Gjakov do të transferohen mjetet financiare më së largu deri më 22 maj. Këtë bëri të ditur drejtori i këtij dikasteri Lulzim Goçi, i cili tha që ka përfunduar afati i ankesave dhe se ka filluar faza e parë e ekzekutimit të mjeteve financiare e që do të përmbyllet deri në fundin e kësaj jave. Konkursi për aplikimin e këtë subvencion përfshiu pacientët që vuajnë nga sëmundje të rënda e kronike dhe që kanë vështirësi ekonomike. Përkraja financiare këtë vit do të arrijë vlerën totale në 80.000 euro. Psikiatri Zef Komani ka bërë apel për parandalim të hershëm të problemeve mendore. Në një prononcim për mediumin ton, doktori ka pohuar se personat që ndjejnë simptoma të lehta të çrregullimit mendor duhet menjëherë të drejtohen profesionistëve që t'ju shmangen çrregullimeve më të rënda mendore. Java ndërgjegjësimit për shëndetin mendor rikujton sfidat aktuale dhe identifikimin e mundësive për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në vend. E për problemet të shëndetit mendor, foli shefi departamentit të psikiatrisë në spitalin Isa Kresta në Gjakov, doktor Zef Komani. Kur themi problemet të shëndetit mendor, njerëzit mendojnë që janë që të gjithë të smuar psiqik. Po ne duhet të jemi të vetëdijshëm se shëndeti mendor kur shërgullohet nuk është vetëm momentet kur ekziston një psikoz apo një shizofreni, por shëndeti mendor ka shumë, është multidisciplinar, domethënë vetë mirëqenia emocionale, psiqike e njeriut, nëse është i çrregulluar, atë shëndeti mendor është i çrregulluar. Doktori Kumani tregoi që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë afër 1 miliard njerëz vuajnë nga problemet të shëndetit mendor, për të cilët ai e ka një apel. Apeloj të këtë gjithë qytetarët që çrregullimet sa do të vogla që kanë ndonjë çrregullim ankthi, çrregullimet gjumit, pagjumësi, që të lajmërohen tek institucionet e shëndetit mendor, të gjithësisht tek profesionistët e shëndetit mendor që ta morrin ndihmën. Personat që ndjejnë simptomat të lehta të çrregullimit mendor duhet menjëherë që të drejtohen këtyre institucioneve që t'ju shmangen çrregullimeve më të rënda mendore. Në hapësirat e shkollës së mesme teknike Nexhmedin Nixha në Gjakov, sot kudo kishte fest. Nxënësit dhe mosimdhënësit, por edhe dhjetra të ftuar, u bën pjesë e festimeve me temën baroku në kuadër të shënimit të përvjetorit të këtij institucioni shkollor. Shkolla mesme e lartë teknike Nexhmedin Nixha ka festuar 57 vjetorin e themelimit me një program të pasur artistik të organizuar me temën baroku. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës, mësimdhënës dhe dhjetra të ftuar, duke shënuar edhe njëherë traditën dhe sukseset e këtij institucioni arsimor në Gjakov.
Drejtoresha e shkollës Florentina Gjergjej foli për rëndësinë e kësaj dite të veçantë dhe angazhimin ndër vite të stafit dhe nxënësve për avancimin e shkollës. Një ditë e veçantë për institucionin tonë, një ditë krenarie dhe reflektimi, falenderimi për rrugtimin e përbashkët tonin. Sot, kur shikojmë këtë atmosferë të jashtëzakonshme, këtë organizim madhështor dhe këtë energji krijuese që mbush çdo hapësirë të shkollës sonë. E kuptojmë qartë se shkolla Nexhmedin Nixha nuk është vetëm një institucion arsimor, por është një qendër e dijes, e kreativitetit, profesionalizmit dhe zhvillimit të vazhdueshëm. Gjatë viteve të fundit kemi dëshmuar se puna, përkushtimi, bashkëpunimi ndërsjellët sjell rezultate konkrete. Shkolla jonë ka shënuar ngritje të vazhdueshme në infrastrukturë, në krijimin e kushteve moderne për mësimdhënie dhe për praktikë profesionale, duke ofruar ambiente më funksionale, më kreative dhe më të përshtatshme për zhvillimin e nxënësve tanë. Ajo veçoi edhe sukseset dhe arritjet e institucionit në fusha të ndryshme. Përveç suksesit akademik dhe profesional, shkolla jonë ka investuar vazhdimisht edhe në aktivitete jashtëkurrikulare, vizita studimore, promovim të sportit dhe zhvillimin e talenteve të rinj. Me krenari, kujtojmë triumfet në gara sportive dhe përfaqësime dinjitoze që kanë ngritur lart emrin e institucionit tonë. Programi artistik u pasurua me performanca të ndryshme nga nxënësit. Klasa 11-10 prezantoi një ballo me temën baroku, ndërsa nxënësit e klasave 10-5 dhe 10-10 sollën elemente të stilit barok në letërsi angleze dhe një koleksion veshjesh me titull Epoka e Art, të realizuar nga drejtimi arkitekturë dhe dizajn. Njëra nga nxënësit pjesëmarrëse, Rona Zherka, foli për rëndësinë e kostumeve. Sot është një ditë e veçantë ku është festuar festa e shkollës sonë dhe tema sot ka qenë baroku, kur vazhdat e dizajnit janë frymëzuar nga baroku dhe veshja ime për sot ka qenë si një piktore. Manifestimi u përmbyll me ekspozita nga drejtime të ndryshme të shkollës teknike, ku u prezantuan punime dhe projekte të realizuara nga vetë nxënësit. Gjenerata e maturantëve 2023-2026 të shkollës së mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov sot kanë mbajtur ceremoninë e diplomimit. Në një atmosferë festive, nxënësit festuan përmbylljen e një kapitulli 3 vjeçar të shkollimit të mesëm të lartë. Pas 3 viteve të përkushtimit, dijes dhe angazhimit, maturantët e shkollës së mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov kurorzuan sot diplomimin e tyre në një ceremoni festive, duke e përmbyllur një kapitull të rëndësishëm të jetës së tyre. Këta të rinj të reja që sot mbajnë me krenari titullin e maturantëve të mjekësisë janë mjekët, infermierët dhe profesionistët e ardhshëm, që nesër do të jenë pranë njerëzve në momentet më të vështira, duke dhënë kujdes, shpresë dhe humanizëm. Me sukseset e arritura gjatë shkollimit, ata dëshmuan se rruga e dijes dhe përkushtimit sjell rezultate të mëdha, për çfarë falendërues për këtë angazhim është edhe drejtori i shkollës Gjok Tahiri. Një ditë e veçantë për shkollën tonë dhe për nxënësit e shkollës sonë, sepse maturantët po përmbyllin një vit shkollor ose më mirë them 3 vjeçarin e tyre për klasës 10, 11 dhe 12. Dhe shpresoj se të jetë një ditë e gëzuar edhe për ne edhe për ata. Për profesorët, kjo ceremoni nuk është vetëm një ditë diplomimi, por edhe një ndarje emocionale me nxënësit, që për vite me radhë u bën pjesë e jetës së tyre të përditshme. Edhe pse kjo është gjenerata ime 21 që përcjelli, emocionet janë sikur të ishte gjenerata e parë, secila gjenerati lë gjurmët e veta, i ka sfidat e veta, e ka emocionet e veta. Por në fund secila gjenerate lë zbrastin e vet tek secili nga ne mësimdhënësit. Edhe pse gjatë 3 viteve ndonjëherë jemi edhe të ashpër me ta dhe mundohemi që ata ta kuptojnë drejt arsyen pse janë në bangat e shkollës, mendoj që përfundimi është gjithmonë për të duar trokitur edhe për të festuar. Sot, këta maturantë mbyllin një kapitull të bukur, por hapin një tjetër plot sfida, përgjithësi dhe ëndra për të ardhmen.
Sigurisht që jam të mira pas këtyre 3 viteve të bukura, është një fjalë shumë e vështirë për të thënë. Mirë, po pavarësisht kësaj, ne po hedhim një hap shumë të rëndësishëm në jetën tonë, hapin drejt rrugës studimore edhe përgatitjes për jetën e vërtetë që na pret, kështu që mendoj që një fillim i ri. Shkolla mesme mjekësisë Hysni Zajmi vazhdon të mbetet vatër e edukimit profesional, duke nxjerrë gjenerata që me punën dhe vlerat të tyre do ta përfaqësojnë denjësisht profesionin fisnik të mjekësisë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. "27 vjet nga masakra e Dubravës". Rruga Martin Beka në fshatin Madanej në gjendje as pak të mirë. Fillon transferimi i parave nga subvencionet e shëndetësisë në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.